Me 235.000 euro ti do jesh pronari i këtij apartamenti dhe do kesh pikërisht këtë pamje. Jemi në zonën e Vosgës në qytetin e Durrësit, ku kemi përshtytje një apartament 2+1 82 metra të mbrojtshëm në certifikat pronësie. Këtu ishin tek balkoni i apartamentit ku kishin pikërisht këtë pamje. Jemi vija e parë me detin. Këtu jemi tek salloni i ndenjes bashkë me këndën e gatimit. Nga ana tjetër kemi një balkon të dytë. Nga ky balkon kemi dalë gjithashtu nga dhoma e ndenjes dhe nga dhoma e gjumit nga ana tjetër. Në hyrje kemi një korridor të vogël shpërndarës, nga kjo anë kemi dhomën e parë të gjumit. Nga ana e majtë kemi tualetin. Dhe nga ana tjetër kemi dhomën e çiftit. Krahasimisht pak më e boshme me dhomën e parë që pam, në të cilën kemi dalë edhe tek balkoni i apartamentit. Ky është korridori dhe është i përshtatshëm më së miri për një portmanto apo për diçka tjetër. Apartamentet janë bërë punime totalisht nga e para, duke nisur që nga lëvizja e patinimit i mureve, dyrë të mbrojtshme, shtrimi me parket, sistemi hidrolik dhe elektrik dhe tualeti i ri. Është gati për mobilim sipas gusteve të juaja dhe të jetoni në të. Apartamenti ndodhet në katën e 5 me ascensor 82 metra të mbrojtshëm në certifikat dhe është në shitje siç thash për një vlerë prej 235.000 euro, pak i negociueshëm. Nëse ti don të jesh pronar i këtij apartamenti, më kontaktoni dhe ta bëni tuajin këtë apartament. Ju mirëpres.